Gjorgj Simeon, udhëheqësi i Partisë Ultranacionaliste, ka dalë fituesi i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani, por pa arritur shumicën absolute për të shmangur një raund të dytë. Ai siguroi 40.96% të votave, ose rreth 3.86 milion sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përballë tij në balotazhin e 18 majit do të jetë Nikufor Dan, prefekti i Bukureshtit, një figurë moderuar politike që doli i dyti me 20.99%. Ai kaloi përpak Crin Antoneskun, përfaqësuesi i koalicionit qeverisës, i cili mori 20.07% të votave. Rreth 973.000 votues nga diaspora ndikuan ndjeshëm në këtë rezultat, edhe pse edhe aty Simeon doli i pari me 61% të votave. Zgjedhjet aktuale pasojnë një krizë të thellë pas anulimit të votimeve të nëntorit të kaluar, ku nacionalisti pro-rus Kalin Gjorgesku fitoi në mënyrë të diskutueshme. Rezultatet u anuluan për shkak të dyshimeve për ndërhyrje ruse dhe kandidatit ju ndalua pjesëmarrja në zgjedhjet e përsëritura të 4 majit. Kjo ndërhyrje e autoriteteve shkaktoi reagime ndërkombëtare mes tyre, edhe nga nënpresidenti amerikan J.D. Vance, i cili kritikoi presionin e jashtëm ndaj autoriteteve rumune. Ndërkohë Simeoni, i njohur për retorikën e tij populiste dhe afërsinë me linjën e Donald Trumpit, ka marrë mbështetje të gjerë brenda dhe jashtë vendit, ndërsa raundi i dytë pritet të jetë vendimtar për të ardhmen politike të Rumanisë.